Në teatrin Petromarko në Vlorë u zhvillua mbrëmjen e të martës koncerti Ninullat e Natyrës, një aktivitet artistik që solli për publikun vlonjat një atmosferë autentike, plot emocion, por edhe intime. Koncert albumi erdhi si një ndërthurje e veçantë mes tingujve tradicional dhe frymës bashkëkohore, duke rikthyer për dëgjuesit disa prej këngëve më elegante dhe romantike të Shqipërisë së Mesme. Në skenë ansambli përcolli live një udhëtim artistik, ku folklori takonte ritmet moderne, ndërsa natyra dhe simbolika e lules u shndrua në frymëzimin kryesor të kësaj nisme artistike. Interpretimet vokale të Irma Gjura, Greta Zani dhe Kamela Islamaj u pritën me duar trokite të shumta nga publiku ardashës i Vlorës, i cili vlerësoi ngrohtësisht këtë mbrëmje muzikore. Drejtori i teatrit Petromarko të Vlorës Artur Dhamo u shpreh se artistët që performuan ishin virtuoz dhe sollën një buqet nga Shqipëria e Mesme, që përkon edhe me Ninullat e Natyrës. Vërtet ishin instrumentist virtuoz, trajtimi ishte fantastik, sjell, po themi, tingëllimi i këngës së traditës, jo kryesisht po i Shqipërisë Mesme, tematikë e cila përkonte me Ninullat e Natyrës, por që trajtimi i aranxhimit nga ana e bendit dhe mënyra të kënduar të këngëtarëve ishte perfekte. Vetë këngëtarët dhe artistët shprehen vlerësimet e tyre për entuziazmin dhe mikpritjen e publikut vlonjat, duke theksuar emocionin që përjetuan gjatë performancës në qytetin bregdetar. Faleminderit, është gjithashtu kënaqësi të bëj muzikë me maestrot, me profesional muzikant. Është kënaqësi të bëj muzikë këtu. Është shumë mirë, është kënaqësi. Nga Tëtova jam. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pjesëtare sot në qytetin tuaj, një publik dashamirës, ardashës, ishte surprizë për mua. Publiku ishte shumë i mirë dhe kanë shijuar çdo moment që neve kemi luajt, kanë pasur kishte dua trokitje dhe kishte shumë eufori nga publiku që dëgjonte një material të ri dhe mesazhi që përmban ansambli është koneksioni që neve kemi me natyrën, koneksioni që ne kemi me lulet, me florën, me faunën. Pra, nuk është vetëm studimi që duhet bërë luleve ose i natyrës, pra që është pjesë shumë e rëndësishme normalisht, por duke parë në mënyrë pak më artistike, janë shumë këngë, për shembull Shqipëria Mesme ka shumë këngë që flasin për natyrën ose e krahasojnë dashurinë ose femrën me një lule ose me natyrën, me mënyrën se si lind ose vyshet një lule. Me thënë të drejtën të tregohem me sinqert, nuk e prisja kaq dashamirës, kaq mikpritës dhe jam surprizuar vërtet nga gjithë duartrokitjet që morëm. Aranxhimi normalisht ndihet që është disi ndryshe, por nuk kanë prekur atë thelbin e këngës. Domethënë, siç e vu të re edhe ju, i kemi kënduar këngët ashtu siç janë. Por ky aranxhim i ri ishte pak më harmonik, domethënë. Si fillim ka qenë shumë interesante eksperienca, sepse këto ishin këngë relativisht të panjohura për mua dhe mu duk vetja sikur u ktheva edhe një herë në shkollë duke studiuar me partitura, me lavse letër, çdo gjë në dorë. Pastaj sa më shumë kalon koha, sa më shumë po e luajm këtë repertor që po e çojmë nëpër vende të ndryshme, aq më e kënaqshme dhe vjen edhe sa vjen edhe rritet akoma më shumë dëshira për ta luajtur, kënaqësia po dhe lirshmëria. Edhe qytetarët ardashës e konsideruan aktivitetin si një mbrëmje me vlera të veçanta artistike dhe kulturore, që sjell më pranë traditën shqiptare, përmes një qasje moderne dhe të ndjerë. Shqipëria Mesme qefa vëlla, ka lezet, muzikë, në të gjitha ngjyrat e pranverës, në nuritet të saj, ne i përjetojmë bukur. Ne jugorët kemi muzikën e ëmbël, muzikën sipas reliefit, me figura të bukura të larta. Ata e kanë në mënyrë drejtësore të rinjtrajshme të kënaqur shpirtin. I përjetojnë të gjitha emocionet që ne Ninulla e pranverës. Ansambli shkëlqyer, solistët të mrekullueshëm, ka lezet. Nuk është përshtypje, po është jeta vet. Nisem që nga pjesa e reklamës, Ninulla,
por që me tonalitetet të ngjyrave që vinë nga e kaluara, pra e sbet, por që ninullat e rrisin fëmijën, të vajturit në dajo, themi ne, rrobat e reja, edhe prallat, edhe lodrat. Normalisht, lodrimi që bën sot në fjalë orkestra ishte mrekullueshme. Zëra të mrekullueshëm, Kamila është për mua është si të mund të mbretëresha e kësaj lloji muzike.